Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama i bindur se në 11 maj Partia Socialiste do të marrë mandatin e 4, kryeministri deklaron se në një dekadë u rizgjua Tirana dhe qytetet e tjera. Mbyllet regjistrimi diasporës, në lista janë rreth 233.000 emigrant, ndërsa 16.000 kërkesa të tjera janë ende në shqyrtim në KQZ. Gjykata e posaçme e apelit vendos në 11 mars periudhën Veliajn, kryebashkiaku i Tiranës reagon sërish nga qelia, ata që punojnë përfundojnë në burg. Kryeministri Edi Rama duket se nuk ka dyshim se në 11 maj qytetarët do t'i besojnë një mandati të 4 për të qeverisur vendin dhe garanci për këtë gjë e gjen tek ndryshimet të mëdha që kanë ndodhur jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera. Mos keni frikë të gëzoheni. Në komunikimin e radhës me ndjekësit në rubrikën e tij Sy, kryeministri Edi Rama u shpreh bindur se Partia Socialiste do të marrë mandatin e 4 për të qeverisur vendin. Ky është viti i mandatit të ri qeverisës, që do e marrim në 11 maj. Mos keni frikë të gëzoheni për Shqipërinë. Era 11 majit, sa llafe do marrim me vete. Ja erdhi. Do ta shohim sa llafe do marrim me vete 11 maj. Rama kishte edhe një përgjigje për ata që thonë se në Shqipëri prej vitesh nuk ka ndryshuar asgjë. Nëse Tirana do vazhdonte të ishte ajo e 10 vite më parë që gërhiste dhe rizgjuam nga gjumi, nëse Vlora, Korça, Berati, Gjirokastra, Imara, Lezhë e me radhë, do ishin ato 10 vite më parë ku nuk bëhet dot një fotografi se s'kishe nga rrotulloheshe nga rënimi. Suksesi i Shqipërisë turistike sot është vizioni, programi, puna këmbgulse e kësaj qeverie dhe askujt tjetër, si dhe aleanca jonë strategjike me sipërmarrësit e mëdhenj dhe të vegjël të Shqipërisë që punon e nuk merret me llafe. Kryeministri tha ndër të tjera se Shqipëria renditet e para si destinacioni me arritjen më të madhe të numrit të turistëve për vitin 2024 në renditjen e UN Tourism, organizata më e madhe botërore e turizmit. Lideri demokrat Sali Berisha tha këtë të mërkurse me fitoren e opozitës, Shqipëria madhështore do të jetë një realitet për të gjithë. Berisha u ndal sidomos te kritja e të ardhurave që sipas tij do të zhduk varfërinë ekstreme. Një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistroi koalicioni Shqipëria Madhështore, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli para gazetarëve për shpjeguar pse aleanca e partive opozitare është alternativa më e mirë për shqiptarët në 11 maj. Përballë skeptikëve për përdorimin e sloganit Shqipëria Madhështore, Berisha shpjegoi se programi i Partisë Demokratike për ndryshimin e vendit është më realisti. Unë e kuptoj se njerëz të lodhur, të dëshpëruar nga brutaliteti i narkodiktaturës, mendojnë se Shqipëria Madhështore është Shqipëria e largët. Po unë jam sot para jush këtu për të garantuar ata se Shqipëria Madhështore do t'jetë më afërt se kurrë. Shqipëria Madhështore natyrisht ka si kusht të gjitha kushteve që asnjë shqiptar të mos njohë varfërinë ekstreme. Sipas Berishës, në vitet 2005-2013, Partia Demokratike tregoi se mund të ndryshojë Shqipërinë, duke veçuar antarësimin e vendit në NATO apo liberalizimin e vizave. Shqipëria Madhështore nuk mund mos jetë Shqipëria e projekteve të mëdha. Unë e di se dhe ndaj këtij premtimi ka skeptik, por skeptikëve u rikujtoj se Shqipëria e viteve 2005-2008 u bë Shqipëria e projekteve më të mëdha në fushën e energjisë në Europë. A nuk ishte TAPI, projekti më i rëndësishëm dhe më strategjik i investimit për energji në Europë? Partia Demokratike krijoi koalicion me 25 parti të tjera të spektrit opozitar. Megjithatë, ajo dështoi të krijojë një aleancë me të gjitha partitë opozicionuara kundër qeverisë, pasi forcat politike të reja vendosën të garojnë më veta. Në 11 maj do të votojnë rreth 233.000 emigrant. Ky numër mund të rritet nëse KQZ miraton edhe 16.000 kërkesa të tjera që janë ende në shqyrtim.
Zyrtarisht 4 mars është mbyllur afati I regjistrimit të emigrantëve shqiptarë në diasporë që të kishin të drejtën e votës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 11 majit. Nga ky proces, gati 294.000 kërkesa të bëra për regjistrim janë miratuar afro 232.921, ndërsa pritet që kjo shifër të ndryshojë pasi ende janë në shqyrtim gati 18.900 kërkesa. Edhe pse Partia Demokratike propozoi një afat të ri shtesë për të mundësuar më shumë kohë për regjistrimin e emigrantëve me 5 ditë shtesë, nuk u arrit një dakordsi miratimi mes anëtarëve të Komisionit Rregullator, duke lënë jashtë procesit edhe ato 42.000 aplikime që kishin provuar një herë të regjistroheshin, por nuk e kishin përfunduar me sukses. Në një proces realizuar për herë të parë nga 11 janari deri më 4 mars të këtij viti, të gjithë emigrantët shqiptarë që jetojnë në diasporë kishin mundësinë të regjistroheshin në platformën elektronike për të votuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka nisur përgatitjen për të dërguar fletën e votimit shtetasve të regjistruar dhe afati për depozitimin e kandidatëve që do të jenë në garë me subjekte politike do të mbyllet më 12 mars. Ndërsa afati për miratimin e listave shumë emërore përfundon më 25 mars. Partitë kryesore në vend përfshirë disa prej forcave të reja kanë realizuar takime të njëpasjeshme në mbar diasporën. Opozita ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë që përjashton qytetarët me dokumente të skaduara nga votimi. Sipas përfaqësuesit të Partisë Demokratike Ivi Kaso, gjykata duhet të aplikojë procedurën e përshpejtuar në dhënien e vendimit. Partia Demokratike do të kërkojë nga gjykata kushtetuese që të gjithë qytetarët shqiptarë me dokumenta të skaduara identifikimi të kenë mundësi të votojnë në zgjedhjet e 11 majit. Forca më e madhe e opozitës do të godas në kushtetuese akti normativ të qeverisë, I cili lejoi vetëm emigrantët të votojnë me dokumenta të skaduara, pasi sipas saj kjo përbën shkelje të kushtetutës. Kjo është një tejkalim I qartë I kushtetutës, është një shkelje e barazisë shtetasve përpara ligjit, dy parime thelbësore kushtetuese janë cënuar dhe si e tillë besojmë që është një jurisdiksion në plot gjykatës kushtetuese, por dhe në interesin e mirë të shqiptarëve në radhë të parë dhe të legitimitetit të procesit zgjedhor në radhë të dytë, që gjykata kushtetuese ta kthejë dhe ta zhbërë këtë vendim të turpshëm. Partia Demokratike do të kërkojë gjyqtarëve që kjo çështje të shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar. Besojmë që duke u nisur nga sensitiviteti I çështjes dhe nga numri I madh I shqiptarëve të cilët rrezikojnë që të mos votojnë për shkak të vullnetit të majorancës socialiste, gjykata kushtetuese I ka të gjitha mundësitë të ndërhyjë shpejt dhe në kohë dhe këtë çështje që është kaq e qartë për sa I përket shkeljes parimeve dhe drejtave kushtetuese nga ana e majorancës, të japi drejtim në një kohë të nevojshme përpara zgjedhjeve. Prej muajsh Partia Demokratike ka këmbgulur që të gjithë qytetarët shqiptar brenda apo jashtë vendit të mund të votojnë pavarësisht se karta e tyre identitetit apo pasaporta ka skaduar, duke sjellë në vëmendje se e njëjta lehtësi është aplikuar në zgjedhjet e vitit 2021 dhe në zgjedhjet e vitit 2023. Por qeveria miratoi një akt normativ ku afati I dokumentave të identifikimit shtyhej vetëm për diasporë. Gjykata e posaçme e apelit do të shprehet në 11 mars për ankimimin e kryebashkiakut të Tiranës, I cili ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë. Ndërkohë në reagimin e radhës nga qelia, Erion Veliaj ka ironizuar prokurorin, duke thënë se kush vret nuk paraqet rrezikshmëri, ndërsa ai që punon shkon në burg. Në datën 11 mars do të vendoset për fatin e kryebashkiakut Erion Veliaj nëse do të qëndrojë ose jo në izolim. Do të jetë gjyqtari I apelit të posaçëm Engert Pëllumbi, ai që do të shqyrtojë kërkesën e Veliajt për të liruar nga burgu. Por përpara se të caktohej kjo datë, kryetari I Bashkisë së Tiranës bëri një tjetër reagim nga qelia e paraburgimit të Durrësit, ku po mbahet me vendim të gjykatës së posaçme prej 24 ditësh. Pendohu qenë. Pra, Zeni që poqi të gjallë 26 veta dhe baba I Zenit që vrau 4 veta me plumba në mish, nuk paraqesin rrezikshmëri, kurse ai që mbjell pemë, hap korsi biçikletash, ndërton shkolla e parqe, duhet futur në burg se ka rrezikshmëri. Fiks stereotipi se po punove, luftove, le vepra që prodhojnë fitore të skuadrës tënde do sulmohesh gjerë në dorëzim, sa të thuash s'ka fat I miri. Pendohu sa nuk është vonë se të kalbëm në burg. Ky është turp, por jo drejtësi. Erion Veliaj dyshohet nga prokuroria e posaçme se ka kryer korrupsion dhe pastrim parash duke përdorur fondet e bashkisë. Një herësh, SPAK ka pretendimin se bashkëshortja e kryebashkiakut Ajola Xoxa ka përfituar para publike. Ajo gjithashtu është nën hetim me dyshimet se ka fshehur origjinën e parave.
Një aksident i trefish ndodhi në aksin Lezhë-Shkodër në afërsitë të fshatit Ballldren. Një autobus i punonjësve italian të kampit të emigrantëve të Gjatrit, një kamion çin dhe një autovetur u përplasën me njëra tjetrën. Nga aksidenti mbeti lënduar një 29 vjeçar, ndërsa shkak mendohet se u bë një manovër e gabuar e njërit prej automjeteve. Më vonë gjatë ditës në hyrje të qytetit të Beratit, në lagjen Barrikad, një automjet Tiforistrad, e cila po vinte me shpejtësi në drejtim të qytetit, humbi kontrollin duke u përplasur me një tabelë reklamash, si dhe me një pemë në anë të rrugës. Zona ku ndodhi aksidenti ishte populluar, por fatmirësisht nuk pati asnjë të lënduar. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar këtë të mërkur punimet që po bëhen në 2 ndërtesa arsimore në kryeqytet. Rama u ndal tek Universiteti Politeknik i Tiranës, ku ka nisur restaurimi i 2 objekteve ekzistuese, si dhe tek ndërtimi i Muzeut të Gjeologjisë. Kreu i qeverisë zhvilloi një vizitë edhe në shkollën nëntëvjeçare Peter Budit, të cilën e cilësoi si një ndërtesë model me standarde europiane. Bota e igër në pyetje po Gradecit përkërcënohet nga gjuetia e palishme. Drejtuesit e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura thonë se nuk janë përballur me shkelcit e ligjit, por kanë konstatuar kurthe për kafshët e igra. Gjuetia e palishme në pyetje dhe zonat e mbrojtura të Pogradecit është kthyer në shqetësim. Paqësor Gorellari, një nga gjuetarët e vjetër të zonës, thotë se gjuetia e palishme e ka vijuar gjatë 10 viteve të moratoriumit. Moratoriumi ishte vetëm për kastë, për elitët të zgjedhur dhe për kontrabandistë. Gjuetarët e ndershëm dhe sinqert dështuan katërcipërisht. Ju hoq çdo e drejtë. Sipas tij, institucionet duhet të forcojnë kontrollet për të ndaluar shkelësit e ligjit. Hyre i dyqan që ka prodhim një lokal. E gjen në frigorifer, një derin, kaprollën, lenzën, ljepurin, gjithmonë flas për te. Vetëm gënjejnë. Nga ana tjetër, Agjencia e Zonave të Mbrojtura në rajonin e Korçës thotë se gjatë vitit 2024 nuk ka patur asnjë rast të evidentuar të gjuetisë së palishme, por pranon faktin se her pas here janë konstatuar kurthe për gjuetinë e kafshëve të egra. Në qarkun e Korçës numërohen mbi 400 gjuetar të rregullt. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.